Orsi digje si ka reaguar populli iranian, a ka ndonjë shenjë revolte ndaj regjimit, apo iranianët bashkohen në raste të tilla? Apo janë bërë të gjithë bashkë kundër agresorëve? Në këto momente, shumica dërmuese e popullit në Iran është me qeverinë, për personat që ndjekin lajmet nga Irani mund shohin që në për qytetet iraniane populli ka dalë në mbështetje të qeverisë, edhe pse populli ka shumë probleme me qeverinë aty. Domethënë iranianët kanë më shumë liri se sa kanë shqiptarët në regjimin e Edi Ramës, por në këto momente që përballen me agresionin izraelito-amerikan. Edi Rama si dhe kaftu. Po ti që të bine konën Ramën e fute... Se të skemi as raketat. Se është koherent, dhe tha dhe herën e partë. Për kam thënë edhe them në vazhdimsi unë këtë gjë. Po hynë Rama, hynë. Dua të them që edhe personat që përpara pak javësh brohorisnin Merkberg diktator, që do të thoshte vdekje diktatorit për Khamenein, në këto momente janë bërë të gjithë me djalin e Khameneit, me Moshtaba Khamenei. Sa janë Barreza, ca mira. Po ku jeton Mërbur Olsi? Se jeton në një distancë. Jetoj në Malezi. Gjëja e dytë është që... Goxha vend jeton. E di more, di që jeton në Malezi, po isha retorik në pyetje, nuk ta kërkova përgjigjen. Pyetjen ta bona retorike, ku jeton Mërbur, kjo i bie që ku pedin që janë me liderin e ri. Po e nja 30.000 janë Barreza, kështu që... Tani, digjo, baton, mjafton të hysh në Twitter dhe të shikosh demonstratat që bëhen në përsheshet e Iranit dhe do shohësh që populli masivisht e mbështet qeverinë. Tani, në sytë e iranianëve, iranianët mendojnë që ata po e fitojnë luftën. Pse? Nga që Irani po shkatron rendin rajonal që Amerikanët kanë themeluar që prej luftës së parë të Gjirit, kur ata hynë ushtarakisht dhe nisën shkatrimin e Irakut të Saddam Husseinit. Iranianët po godasin të gjitha bazat amerikane në lindjen e mesme, kanë goditur ambasadat, konsulatat izraelite amerikane, po detyrojnë amerikanët që të largohen në mas nga vendet e Gjirit, dhe Gjiri Persik, i cili ishte kthyer në një koloni amerikane, në këto momente është në një periudhë krize ekzistenciale. Kjo që po bëhet tani është ëndra e Khomeinit, që në vitin 1979, kur u bë revolucioni islamik, ku ëndra e Khomeinit ishte që ta shkironte botën islamike nga dominimi amerikan. Në këto momente në Dubai, në Katar, në Manama të Bahreinit, në Riyadh, është panik. Ata ekspatët që mbajnë këto vende janë duke u larguar në mas, dhe diktaturat arabe që perëndimi ka sjellë në pushtet dhe mban, janë në krizë ekzistenciale. E dyta, Irani po bëhet heroi i të majtës botërore dhe i anti-imperializmit global. Po kemi protesta në mbështetje të Iranit nga Toronto deri në Londër, ku qytetarët e botës po protestojnë dhe po thonë... Orsi, tani që të themi të vërtetën, janë protesta kundër, si shben zakonisht për agresionet të tilla, kundër Amerikanëve, nga vetë Amerikanët. Jo pro Iranianëve. Kundër Amerikanëve... Irani ka financuar të partit e majta, kështu që edhe ka. Si financimi që bënim ne për Joa Amazonasin në Brazile. Po në Spanjë kanë financuar. Në falë, dhe kundër rendit... A është revolta e njerëzve të drejtë dhe të perëndimor që ngrihen kundër qoftë dhe maskaradave dhe agresioneve. Marksistët janë kundër Amerikanëve, kështu që kjo është sakt. Dhe në anën tjetër, Irani arri... Okej, po nuk jemi për shumë gjatë. Do me thënë Irani thua ti do rezistoj gjatë. Edhe po fiton. Edhe po fiton. Humbje nuk është kjo një mentoj që të dish. Po s'ndryshoj sistemi se shumë. Fjalia e fundit e një lideri që do të del në Iran do të thotë ne fituam luftën. Këtë e dim. Patjetër. Normalisht. Edhe mund t'jetë çatru gjithë Iran. Dani, ja dhe kolegët e tjerë të lutem. Edhe kolegët e tjerë nga dy fjalë, ty të lash më të privilegjuarin për të thënë më gjatë se për shkak largësisë. Atëherë në këtë moment është shumë vështirë që të vlerësosh a ka apo s'ka opozit Irani.
Sepse po ky Iran ishte që para 4 muajsh kisha opozitë e cila protestonte në gjithë qytetet kryesore iraniane, çrënsika se sa ishte masa, po ishin qytetar iranian. Kështu që jemi në kohë të lufte dhe është rrezikshme tani të protestosh kundër regjimit, sepse tani nuk ka më histori që të futet policia. Tani vriten gjithë në rrugë dhe thuan i vranë amerikanët ose i vranë izraelitët. Kështu që mos prisni shikoni opozitë në rrugë. Kjo është një fazë. Megjithëse që është demokraci më e madhe se e jona. Mirë, okej, po ka dhe një të vërtet madhe, mënyra se si u vra lideri i Iranit e bashkoi popullin. Dhe këtu nuk duhet ketë asnjë lloj diskutimi. Si ndodh zakonisht, si ndodh rëndom në regjim. Është ndjenja empatisë dhe Irani tregoi që modeli i Venezuelës nuk mund të aplikohet në çdo vend tjetër të botës. Dhe nëse në Venezuelë pati sukses, këtu tregoi dështim. Po, mentor. Populli është mbledhur rreth liderit të ri. Bashkim. Askush nuk i di ato objektivat afatshkurtre të Shteteve Bashkuara të Amerikës, por i ka shfaqur ndryshon. Ka shfaqur. Di që fare. Po ata kam pyetje të fundit që mos ai. Po, okay. Se unë s'kam kuptuar asgjë nga kjo luftë. Do ta bëj pyetje të fundit dhe ju do jepni një përgjigje. Aton ti si e mendon tani kjo punë? Unë Irani e forcon kjo më shumë dhe bashkohen, sepse aty mund të bini, mund të arëzonte populli opozitar. do të ishte, nëse mund ta përdori kështu, nëse veç ka shku ky dënim për pushtetin e Homeinve, është mirë që Amerika ta kryej deri në fund këtë punë, se po talente në mshirën e gardës revolucionare, ajo më do të qëndroj gjatë në pushtet atje. Unë mendoj që duhet ta kryej deri në fund këtë gjë. Me Amerika thua ti? Po, e di që mu më dhimë se populli iranian e kom pa, e kom shiju, është... Ke shkuar ti atje, Po, nuk po flas çfarë kam përjetuar atje, se... Po si tregot gjitha, Jo, po, me thonë drejtën, kam pa gjëra të cilat janë të jashtëzakonshme. Shumë kulturë. Dhe sa librari edhe biblioteka kam pa në Iran dhe gjërat bukura. Tani se kemi qytetërimi para aty ka qenë. Po, te persët e po flas. Po themi, nëse duhet, nëse ka fillu ky shkatërrim, atëherë shkatërrimi të vazhdojë derisa të largohet ky pushtet i Homeinve, dhe që gardën revolucionare ta kthej në një ose njerëzit e tyre t'i kthej në njerëz oportunist, që pastaj në shtrohen një pushtetit të ri për të ruajtur stabilitetin atje. Këto janë dëshirat e një njeriu i cili realisht do një vendim të luftë. Nga sulmet e 2023-shit, ne kemi arritur të fillojmë të impenjohemi për të kuptuar më tepër se ç'ndodh në Iran. Dhe ideja ishte që atje kishte vetëm njerëz të veshur, femra të veshura me xeza. Kur shikoi videot se çfarë ndodhte realisht në Teheran me gjitha, kishte një jetë normale, kishte njerëz normal, kishte student, kishte njerëz që jeton normalisht. Mbas luftës 12 ditore të qershorit, ne pam protestat, por problemi është se si na vjen informacioni ne nga Irani. Pavarësisht se Irani është një vend i madh, informacioni besoj është komplet i kontrolluar dhe ne duhet një pjesë e madhe e njerëzve në Evropën perëndimor shohin ose kërkojnë ato që duan të lexojnë në Iran. Dhe këto ditë ti mund të shohësh me dhe manifestime pro Khameneit, birit, por ne nuk e llogarisim dot se sa është pjesa tjetër kundra, e cila nuk ka guximin të shfaqet në rrugë siç shfaqet protesta. Sa vjet ishte Telatin në regjim? Një sekond. Nga 72-shi, si 18 vjet. Kishte ndërgjegjen nga 72-shi. 18 vjet në regjim. Qartë. Ishte i qartë. Do të thënë ishte i qartë për Hoxhën, për sistemin. Jo, vonë shumë. Kur u ndërgjegjësove o zotëri? Vit 2 gjimnaz. Vit 3 gjimnaz. Vitin po të kërkoj vitin mo. 88, 89. 88. Fondu marr. Ende ishte përfunduar, ende kishte Tela edhe në atë vit, po është vonë aty. Po më përpara, ne që jemi më përpara, që thoshte regjimi ishte berë më burë, që ne mund të shkatronim Shtetet e Bashkuara bashkë, për ballonin me bunkër të shtetë. Doktrinimi matë regjimi. Po, regjimet... Qarjet e Khameneit i ke pam 85-ën. Unë them që kjo unë, aq sa kuptoj unë, nga që kam jetuar në regjim këtu, ai e ka bashkuar Iranin. Pa dashur. Po. Dhe unë me besoj këtë gjithë. Tashi,
Tani talem. Tema ka bashkuar ndaj imperialistit, apo... Ka bashkuar nga imperialistët, regjimi mo ka bërë punë e vetë, nga agresori, tot nga vrasi, nga... Nuk ka rëndësi, më burë. Po, atë ditën e parë, Cili është ndikimi... pam reagimin e popullit, që kishte edhe pjesë të kënaqur nga vrasja.